Arben Ahmeti, drejt për drejt, kush po më telefonon? O, stërgjyshi pe Smrekonisë deri plak. Më vije mirë o gjysh, si o gjysh? Jo, stërgjysh, e jo gjysh. Po duket pak titull dhe majnal kjo stërgjysh. Po. Të regom tash këtë gjysh, a ma shumë i donë fëmijët e tu, a nipat, a stërnipat e stërmbesat? Vallaj, stërnipat e stërmesat. Të vëllën, sa më shumë gjenerata që është më shumë për i donë. Ka luaj dashnia ma shumë në ata të voglit. Fantastike kjo, shumë e bukur kjo. Faleminderit shumë për gjithë këtë dashni që po më adhuron edhe drejt për drejt. Tregom çfarë mund. Unë ju përshëndes juve, stafin e ju, gjithë atë familjet juve që jeni shumë njerëz bukur, shumë njerëz të edukuar, civilizuar, kënaqshëm edhe kënaq popullin. Faleminderit shumë gjysh. A kena shqetësim që mundemi me adresu? Vallaj, shumë martit kom thirrë edhe ke quhe edhe ekipin për ujë. Një 5-6 ditë a 10 ditë para zgjedhjeve e lëshuan pumpën, e patëm ujë boll mirë, qatë ditë, qatë natë që në krye zgjedhjet, në 7 ora sa u kryen, në 10 ora u nalë dhe ma hala kur se kanë shua pumpën me ardhë ujnë katën tonë. A e kemë bre 5 kilometra pe vështërëm katuni jonë. Si quhet katuni edhe ljarë gjysh? Smrekonica. Në Smrekonica. Momentalisht s'ka ujë po thunë Smrekonica? Kanë një pjesë poshtë, ka janë ma ullë, se kanë me Shqipol. Okay. E neve jem manalës pika se Shqipoli nuk përna qetë. Sa shtëpi jeni për afërsisht pa ujë? Vallaj, apër sigurisht në 200-ve. Se katuni jonë diko apër 400 shpika.